Organizata komunale e Kryqit të Kuq në Gostivar shënoi sot ditën botërore të dhurimit të gjakut, duke nderuar me mirënjohje 10 qytetarë që prej vitesh japin kontributin e tyre në shpëtimin e jetëve njerëzore përmes dhurimit të gjakut. Manifestimin e shpallit të hapur kryetari i Kryqit të Kuq në Gostivar, Dr. Besnik Zeqiri, i cili tha se ndihet i privilegjuar të jetë pjesë e një aktiviteti kushtuar njerëzve që me veprat e tyre dëshmojnë vlerat më të larta të humanizmit. A i falenderoj të gjitha ata që në format të ndryshme kontribojnë në organizimin dhe realizimin e aksioneve të gjakdhurimit. Kryqi i Kuq nuk është vetëm një organizat, është simbol i kujdesit për njeriun, i gatishmërisë për të ndihmuar dhe i bashkimit të forcave për të mirën e përbashkët. Kjo është e mundur fal njerëzve si ju, të cilët me përkushtim dhe zemër të madhe kontribonin në misionin tonë. Sot, me respekt të veçantë, falenderojnë gjakdhuruesit vullnetar. Çdo dhurim gjaku është një dhurat jete. Me aktin tuaj fisnik, ju shpëtoni një jetë, ktheni shpresë në familje dhe jepni shembullin më të mirë të solidaritetit njerëzor. Gjatë ceremonisë, u ndan mirënjohje për 3 persona që kanë dhuruar gjak më shumë se 50 herë, si dhe për 10 të tjerë që kanë realizuar 25, 10 dhe 5 dhurime gjaku. Me nder të veçantë ftuam Amir Dalipin të pranojë mirënjohjen e për 50 dhurime gjaku. Me nder të veçantë ftojmë Boro Ognanjoski të pranojë mirënjohjen për 50 dhurime gjaku. Ftojmë Zotri Mazlim Mehmeti të pranojë mirënjohjen për 50 dhurime gjaku. Sekretari e Kryqit të Kuq në Gostivar Merita Alili theksoi rëndësinë e dhurimit të gjakut dhe bëri thirrje që çdo qytetar që gëzon shëndet të mirë të bëhet pjesë e familjes së gjakdhuruesve. Pra sot Kryqi i Kuq i komunës Gostivarit, organizatës komunale të Gostivar, shënon në mënyrë festive, pra ditën 14 qershorin, ditën e gjakdhurimit. Për gjakdhuruesit është një ditë e veçantë, urojmë pikë së pari shëndet, lumturi pranë familjeve të tyre dhe jemi shumë mirënjohës në emër të gjithë atyre që kanë nevojë që përdorin gjakun për të shpëtuar gjithmonë jetë njeriu. Momenti emocionale shënoi dhe ndarja e mirënjohjes pas vdekjes për gjakdhuruesin e ndjer Fikret Nuredini. Mirënjohja u pranua nga një familjare e tij, e cila foli me krenari për jetën dhe veprën humane të të ndjerit. Sot jam në emër të familjes Nuredini prezent këtu, konkretisht dhe gjithësisht në emër të ndjerit Fikret Nuredini. Do me thoni, kishte si tipare gjithmonë trimrin, besnikrin, altruizmin, dhe sot mbaj në dorë mirënjohjen që tregon se ka pasur dhe tiparin dhe vulos tiparin e humanitetit. Respekte për të gjithë ju. Mirënjohje u ndan gjithashtu edhe për institucionet dhe organizata që japin kontribut të vazhdueshëm në organizimin e aksioneve të gjakdhurimit. Mes tyre ishin shërbimi transfuziologjisë, policia, komune e Gostivarit, me ndërmarrjet publike, elektrodistribucioni, institucionet arsimore dhe mediat lokale. Në mesin e tyre ishte edhe televizioni TV2 Gostivar. Dita botërore e dhurimit të gjakut shënohet çdo vit më 14 qershor dhe ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin për nevojën e gjakut të sigurt dhe të shprehë mirënjohje për të gjithë dhuruesit vullnetar në mbar botën. Njëkohësisht kjo ditë shërben si kujtesë për rëndësinë e solidaritetit dhe humanizmit në shpëtimin e jetëve njerëzore.